Zoti Çipa ka pasur një deklaratë mjaft të fortë të kryeministit Rama lidhur me transmetuesin publik e radio televizionit shqiptar, duke shprehur mjaft pak kënaqësi me situatën aktuale ku ndodhet televizioni publik. Madje ai ka shkuar deri aty sa ka hedhur dhe idenë për ta mbyllur si televizion. Si e pat këtë deklaratë kaq të fortë, duke qenë se i edhe njohës shumë i mirë i qoftë i medias në Shqipëri, po qoftë edhe vetë i radio televizion publik shqiptar? Është një deklaratë tronditëse. Televizioni publik shqiptar nuk është zëri i Amerikës që mund të mbyllet dhe të mos krijojë probleme për audiencën amerikane të brendshme. Televizioni shqiptar është një medium publik, edhe nëse nuk është bërë i tillë për shkak të politikës dhe për shkak të institucioneve që formulojnë drejtimin dhe menaxhimin e medias publike në Shqipëri, ai mbetet një nga investimet më të jetëgjata në spektrin multimedial të skenës mediatike të gjithë hapësirës shqiptare. Televizioni publik shqiptar nuk u bë kombëtar në periudhën e post-komunizmit për arsye vetëm të politikës dhe të dasive partijake, të cilat në bipolaritetin politik të vendit kishin atributet e të qenit menaxherët dhe administratorët indirekt të medias publike. Televizioni publik shqiptar nuk duhet të mbyllet, sepse nuk po mbyllet Deutsche Welle, nuk po mbyllet BBC, nuk po mbyllet RAI, nuk po mbyllet Radio Televizioni Publik i Beogradit, nuk mbyllet RT1 apo 2 apo 3 i Greqisë, e të tjera, për të mos përmendur dhe vende të tjera të rajonit Ballkanit Perëndimor. Zoti Çipa, ju me drejt thoni që s'duhet mbyllur, po a duhet edhe të rri kështu siç është? Kurse si. Por, pozita nga e cila e ka bërë këtë deklaratë kryeministri është vetëm ndëshkuese për kryeministrin. Kur them për kryeministrin, përgjegjësinë që ka ai ndaj atributeve të të qenit një pushtet që ndikon mbi cilësinë e pushteteve të tjera në Republikën e Shqipërisë. Ka konsumuar 3 mandate dhe tashmë është në të 4-ën e qeverisë së saj. Ka pas të gjithë kohën në dispozicion për të bërë në 3 mandatet e ndrimit të bordeve drejtuese të radio televizionit publik reformat e nevojshme. Para se të arrijë në verdiktin përfundimtar të mbylljes, kryeministri duhet të japë një shpjegim. Cili ka qenë momenti më i rëndësishëm i drejt menaxhimit dhe i ngjitjes cilësore të menaxhimit të radio televizionit publik shqiptar? A ekziston një i tillë? Kush e ndërpreu atë cikël? Pse dështoi ose pse u mbyll më saktë platforma e digjitale dhe platforma e influencës që kishte në tregun mediatik të Shqipërisë, që ende nuk është treg? Në një moment të caktuar, këto janë pyetje substanciale. Ato, në një lloj pikpamje krijuan, e kam fjalën pikërisht për këtë moment të cilësishëm të radio televizionit publik, krijuan tronditje tek monopolistët privat në hapësirën e frekuencave dhe të medias audiovizive në territorin e Shqipërisë administrative. Zoti Çipa, ka shumë zëra në fakt, qoftë analistë, po qoftë edhe zëra të pavarur të botës mediatike ose edhe të botës publike që flasin për një lloj hilje që është bërë RTS ndër vite, pasur parasysh po themi favorizimin e të televizioneve private, pra. A mendoni që ka ndodhur një gjë e tillë dhe nëse ka ndodhur deri tani, kush e ka lejuar dhe pse tani e tutje mund të ndryshojë një gjë e tillë? Nuk ka asnjë dyshim që radio televizioni publik shqiptar, me të gjitha asetet e trashëgimisë, me të gjithë pasurinë materiale, hipotekore dhe frekuenciale që mbar, është i sabotuar, i dëmtuar, i vjedhur dhe i ndëshkuar prej operatorëve kryesor privat mediatik në Shqipëri. Nuk ka asnjë dyshim që pushteti politik, qeverisjet në të gjitha rotacionet e hartut kohor të 35 viteve kanë përgjegjësinë që kanë lejuar që asetet dhe pasuria unike e radio televizionit publik shqiptar të vihet në dispozicion të mediumeve private apo të operatorëve të tjerë, të cilët duke injoruar dhe shembur të gjitha atributet e pronësisë autoriale, e pronësisë
së të drejtës së transmetimit, e pronësisë intelektuale dhe shumë derivateve të tjera që lidhen me nocionet e pronësisë, të shpërfillen dhe të injorohen. Pasuritë e hipotekuara në adres apo në menaxhimin e radio televizionit publik shqiptar janë të njëjta me miliona e miliona euro. Dhe kur ndonjëherë, pavarësisht se ekzistojnë disa raporte të kontrollit të lartë të shtetit, nuk është bërë publik se sa është vlera reale e këtyre aseteve, cilat janë kualitetet e administrimit të këtyre aseteve, si janë menaxhuar dhe janë marketuar këto asete dhe në mënyrë të veçantë burimet njerëzore, çfarë ka ndodhur me burimet njerëzore të radio televizionit publik shqiptar. Injorimi dhe degradimi i disa prej këtyre aseteve dhe shërbimeve që i ofrohen operatorëve privat apo aktorëve të tjerë në skenën mediatike të vendit prej aseteve dhe infrastrukturës së radio televizionit publik janë një normë e lartë e korrupsionit dhe abuzivizmit publik me pronën e publike përderisa është radio televizioni publik. Asnjëherë legjislativi në vend nuk ka bërë një seancë të dëgjueshmërisë dhe të raportimit serioz për këtë aset dhe për këtë vlerë të unitetit kombëtar në kuptimin e peshës specifike të fjalës dhe jo në kuptimin politologjik të fjalës. A të vjen keq kur një televizion i cili ka 1050 punonjës, ka një buxhet të paktën 20 milion euro në vit, gjendet në këtë gjendje dhe shumë larg asaj çfarë duhet të jetë në transmetues publik? E vetmja pikë që ne na takon në recencën që kryeministri bën për cilësinë apo pacilësishmërinë, do të ishte më saktë, të kontentit që ofron radio televizioni publik shqiptar, është pikërisht kjo pjesë e narracionit të tij. Pavarësisht se nuk i përket atij ta bëjë këtë analizë dhe aq më tepër nga komprometimi i pozicionit që ka, sepse ai ka një përgjegjësi jo vetëm juridike, administrative, politike por edhe në vlerën e peshës specifike që ka si rol të supozuar për opinionin publik kombëtar. Do duhej që kryeministri, nëse do të kishte vullnetin e mirë, paraprakisht të merrte në trajtesë cilat janë platformat alternative për tejkalimin e kësaj krize të pacilësisë që mbart dhe manifeston në kontentin e vet radio televizioni publik. Ekzistojnë disa opsione, të cilat do duhej të bëheshin, le të themi, pjesë e një platforme të gjerë diskutimesh. A mund të ketë një marrëdhënie, le të themi, komplementare midis dy televizioneve publike në dy republikat shqiptare përkatësisht në Shqipëri dhe në Kosovë? Kjo pyetje është bërë nga disa ekspertë, por kur nuk ka marrë qoftë edhe një përgjigje refuzuese. E dyta, a mund të ketë një racionalitet të shfrytëzimit të raporteve, të aseteve, produktit që sjell mediat, sepse është investuar në dekada të tëra teknologji, është investuar infrastrukturë. Si mund të zhbëhet kjo me një urdhër verbal, duke ardhur në një propozim, unë e quaj spontan dhe jo të mirë studiuar? Cilat janë ato konsulenca profesionistësh dhe të kualifikuarish në për të cilat kaloi propozimi i kryeministrit për mbylljen apo zhbërjen? Në këtë këndvështrim kjo është jo serioze. Dhe e fundit, si qenka e tillë të gjendet një forum partijak për të përcaktuar fatin e një institucioni kombëtar? Ç'është ky inseriositet administrativ dhe politik? Ka të bëjë mjaft edhe mënyra se si qaset në fakt kryeministri ndaj kësaj problematike dhe ju e cekët shumë mirë që më shumë se sa çështje leku është çështje kontenti dhe a ka ardhur koha që të hapet një debat i mirë fillt, jo sa lek i merr radio televizioni publik shqiptarëve, por çfarë ju ofron shqiptarëve? Ky debat duhet bërë, por me disa kushtëzime të cilat kanë të bëjnë me konstruktivitetin dhe vlefshmërinë e këtij debati. E para, në këtë debat nuk duhet të përfshihen operatorët dhe, le të themi, segmentet e pronësisë private të medias në Shqipëri. Ata nuk kanë atribut, se ata janë konkurrent dhe janë pengimtar të bërjes së mediumit publik në Shqipëri. E dyta, të rikthehet domosdoshmërisht dëgjueshmëria ndaj zërave profesional dhe
entiteteve profesionale. Kërkohet një debat prej të kualifikuarve dhe prej njohësve. Sa herë janë bërë debate për reformimin e medias publike, janë përfshirë dhe kanë determinuar zërat që vinë nga ekstra profesionalizmi dhe nga sektor që kanë një konflikt interesi me funksionimin dhe bërjen e medias publike. Organizatat e gazetarëve, edhe pse kanë të drejtën e deritanishme të propozimit të kandidatëve për të qenë antar të Këshillit Drejtues Radio Televizionit, në fakt në asnjë rast nuk janë marrë në konsiderat, vetëm kur propozimi i tyre ka dakortësuar me miratimin e shumicave politike apo pakicave politike në parlament. Kjo është qasje e gabuar. Zoti Çipa, ka ardhur koha që të ndryshoj ligji për televizionin publik dhe çfarë nuk shkon në televizionin publik? Mund të bëhen amendime dhe duhen bërë amendime. Përgjithsisht, legjislacioni që rregullon veprimtarinë e medias publike në Shqipëri është i njëjtësuar me legjislacionin e vendeve të Bashkimit Evropian dhe për këtë ka dhe detyrime. Në kuadër të Konventës Evropiane për mediat publike dhe digitalizimin, ne gjithmonë kemi qenë në përputhshmëri në amendimet ligjore. Por, mendoj që pjesa që ndoshta ka nevojë të amendohet në legjislacion lidhet me mekanizmat dhe institucionet që rregullojnë veprimtarinë e medias publike, atributet e mëvetësisë së saj dhe në mënyrë të veçantë edhe kriteret për menaxhimin dhe sidomos për menaxhmentin i cili zgjidhet me miratim dhe dakordsi politike, por asnjëherë e ardhur si propozim nga sovrani apo nga entitetet caktuara të profesionalizmit mediatik në Shqipëri. Kam dhe pyetjet fundi që shpeshherë haset në për rrjetet sociale, qoftë edhe media online, po qoftë edhe në për të media tradicionale. Ka të bëjë me një, po themi, plan jo të mirë, le të themi, për publikun, që televizioni publik shqiptar të bie në këtë gjendje që është, që t'i hapet rrugë prishjes së godinës në cilët ndodhet televizioni publik shqiptar, më pas ndërtimit të pallateve, le të themi, ose kullave. Mendoni që mund të ketë një prapa veprim të tillë nga qeveria dhe a ka ardhur koha që ndoshta që godina ku është televizioni publik shqiptar të rindërtohet nga e para siç është, pa po themi e bërë kull dhe të investohet edhe në infrastrukturë, pasi edhe në teknologji në fakt, pasi ndryshe nga televizionet private, teknologjia, qoftë edhe infrastruktura në televizion publik nuk është, po themi, në përputhje me kohën. Po nis përgjigje nga fundi pyetjes suaj. Pa dyshim që është e nevojshme dhe ndoshta e domosdoshme që mjedisi ku gjendet një godinë apo një cikël godinash, të cilat janë ndërtuar në një periudhë të caktuar të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të vendit, të tjetërsohet dhe të modernizohet, të përshtatet, por pa zhbërë dy elemente të cilat kanë të bëjnë edhe me besueshmërinë publike të vendimarrësve. E para njerë me transparencën publike të projektit, e dyta respektimi i afateve kohore si për asnjë objekt tjetër publik apo socio-shoqëror në Republikën e Shqipërisë, po kryesisht në kryeqytet, dhe shmangja e të gjithë kësaj tymnaje që po krijohet për projekten ose projekti ide për përfshirjen e subjekteve private për kulla e për ndërtime të tjera. Në rastin konkret, personalisht, ndaj pikpamjen se një gjë e tillë, një projekt i tillë që mund të bashkë përfshijë përfitime për subjekte apo individ privat në fushën e ndërtimit dhe sidomos të investimit të kullave, do të jetë jo vetëm e gabuar, por me një ndëshkueshmëri të thelbësishme në ndërgjegjen dhe opinionin publik shqiptar ndaj vendimarrësit dhe ndaj qeverisësve që e çojnë në këtë projekt, i cili përcillet si i tillë fillimisht në formën e thashetemnajës dhe pastaj mund të formalizohet përmes vendimeve konkrete. Në rastin konkret, kjo është një sjellje shumë e gabuar. Ky është një moment që shkakton një kosto të fuqishme, mosbesueshmërie dhe dyshimi, aq më tepër edhe të rritjes së perceptimit për ekzistencën e vendimarrjeve korruptive dhe abuziviste, që i adresohet jo qeverisë, i adresohet vetëm kryeministrit dhe kryesuesit të tij si shumicës politike në vend. Zoti Çipa, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.